Se erdhët në këtë hapësirë të Rezes tonë, do të flasim për trupin e një gruaje pas të 50-ave. Si ndryshon, si të rikthejmë atë dashurim për fizikun tonë, edhe si të përballoj me forcën tonë të brendshme atë çka na ndodh së jashtmi, me disa rrudha më shumë, me disa kilogram më tepër, me një celulit më të shtuar, me një lëkurë më të varur, por një grua, teksa shef veten e saj përpara pasqyrës në këtë moshë, sigurisht që lexon në trupin e saj shumë lodhje, shumë sakrifica, përqafime, kërcime, dashuri, gjithçka. Pra, për të diskutuar se si duhet ta mirëmbajmë dhe si duhet ta shohim me çfarë syri ta shikojmë veten në këtë moshë, do të diskutojmë me Linda Kalemin dhe Landa Bakallin. Mirë se erdhët, kënaqësi që u kam këtu. Edhe si një trajnere imazhi, një image maker, po ashtu dhe një të dyja gra fitnessi, të cilat kanë dhënë ndihmë për gratë të cilat duan të kujdesen për shëndetin, por jo vetëm për gratë, për vajzat e reja, sepse në këtë moshë fillon dhe kujdesi për veten. Tani, vjen një moshë që na ndryshon fiziku, apo jo, nuk kemi më dëshira për të patur një trup të bukur është e përjetshme, por vjen kjo mosha që ndryshimet janë. Ndoshta fillojnë dhe më herët. Linda, ti vetë si e ke përjetuar? Të fillojmë nga vetja jote. Tani, sigurisht, unë jam e kësaj kategorie, pra mbi moshën 50. Në fakt, tek personat që janë të zakonshëm, që kanë profesione zakonshme, kjo është sigurisht është ndihet më tepër. Tek personat që merren me sport dhe që janë profesionistë, që janë të baletit, të lëvizjes, të sportit, e disiplinave tjera që kanë bërë me lëvizjen, sigurisht që kjo ndihet shumë më pak. Sepse është e rutina ditore që ti nuk e ndjen. Unë edhe kur isha në vite përpara, që më thonin, kur pyesin mjekët që ke hyrë në menopauzë apo jo, nuk e di, domethënë nuk e rimendojsh edhe thoja, po prit, jo, nuk mbaj mend asnjë shqetësim, sepse trupi është i nxehtë vazhdimisht, djersitet vazhdimisht, është në lëvizje. Dhe sigurisht duke qenë muskujt më të formuar, duke qenë më në formë, pra më të kontraktuar, se sa më fit, duke qenë trupi më fit dhe duke mos patur varje, nuk ndjen dhe rëndesën e moshës, sepse rëndesë, pra ajo ndjesia që po kalon mosha është lëvizja. Pra është ajo rëndesa, është lodhja e gjunjëve, është ajo varja që ne se kuptojmë. Dhimbjen, edhe varjet e trupit. Kështu që në qoftë se do të ishte, pra në qoftë se do të merrem me sport, dhe besoj që edhe komuniteti që merret me sport janë pak a shumë koshient këtë e shikojnë që nuk është shumë e ndjeshme. Por problemi më i madh që është përveç problemeve fizike, janë edhe problemet psikologjike, që janë humbesimi tek vetja, fillon inferioriteti, fillon ajo stresi. Ka veten e ndjen si të huaj, po jo dhe jo si në paqe me të, apo vjen një moshë destabilizohet, thua tani këtë moshë ka, mund të ta pranojmë siç është. Kjo është më problem kur janë edhe partner, që janë burë grua, ndjet, vjen aty në palesër e thotë jam plakur, më vjen zor marrëdhënia me, ose edhe marrëdhëniet familjare apo që janë intime ndikojnë tepër te kjo, sepse fillon ajo, domethënë humbja besimit tek vetja. Po presioni social, për shembull, ky presioni i bukurisë së përjetshme, se tani edhe gratë në këtë moshë kanë rrjete sociale, navigojnë, shohim. Ky standardi që vendoset në rrjetet sociale indikon këtë moshë? Për dukjen e tyre? Po, patjetër që ndikon, si pozitivisht, ashtu edhe negativisht. Pozitivisht ndikon se po ta shikosh moshën biologjike, më përpara duke qenë femrat më të plakura, nuk është se mbanin shumë veten edhe se lëviznin më shumë. Këtë gjë shikojmë dhe vërtetojmë me fotot e mamave tona. Ndërsa, kjo është e vërtet. Ndërsa tani kur thua, më përpara kur thoshim 30 vjeç ose është plakur. Tani 30 vjeç, po tani fillon jeta. 35 vjeç. Po edhe më sipër. Pra shikoj një mirëmbajtje më të mirë të trupit, qoftë nga ana estetike, qoftë nga ana e të ushtruarit me aktivitet fizik, ose edhe nga këto ndërhyrjet e vogla dhe të bukura, që janë brenda normave. Por për ta plotësuar, thjesht, mua më kujtohet një gjë, sepse thjesht mos flasim teorikisht, po unë shikoj dhe arshivën e fotove të mia. Sigurisht në fëmirin tonë ishim bardhëzi. Pastaj mosha e rinis. Shikoj fotot e moshës së rinis. Dukeshit, se unë jam më e vogël, dukeshit si më të rritura për moshën, se i krahason me... Jo, po, është ajo një, po është edhe kjo. Unë për shembull mburresha apo femrat atëherë mburreshin vetëm me portretin, sa e bukur ajo, sa e bukur kjo. Por shikoj, domethënë kjo ishte në jetën rutinë time, kur vetëm në Turqi,
shikoj që në moshën 45 fiks u bë një katalog në një agjensi mode që unë trajnoja modele dhe më thanë zyshajtë të bëjnë një katalog ty, me që je mosha 25. Fiks 25, muaj në gush që kam pas ditë lindjen, më kanë bërë sa foto dhe unë i kam publikuar ato në Facebook, se para kësa mosha unë nuk i kam, akoma si kam hedhur, se kanë qenë në Shqipëri ato foto, shikoj që unë kam qenë shumë ma mirë moshën 25-50, se sa moshën 35. Kjo është shumë e vërtet. Kjo është shumë e vërtet. Unë burrem vetëm me fotot e moshës 25 vjeç, sepse unë aty kam nxjerr trupin, muskujt, kofshët, belin, unë fotot tilla nuk kam fare në arshivën time. Edhe pse kemi bërë sa foto në plazhin e Durrësit, në Rore, në bregun e Detit, nuk kam qenë, nuk dua të them, po atëherë thonën që kur hyti në klubin sportiv, thonë erdhi bomba. Edhe unë thoja, po unë jam pritë, se unë jam... Me të drejtën bombë keqë. Jo, mirë, më falë. Kemi, do më thonë, sportistët... Të pakët graj që kujdeseshin, kuronin vetën e tyre në ato periudhë, e cila u bë edhe një formë frymëzimi në ekran, apo jo? Po ka qenë mosha shumë ere. Unë atyre kam qenë 35-20. Kurse 25-50, pra kemi trupa shumë të bukur, kupton, janë dhe moshat të mira që luajnë tenis apo luajnë merret me aktivitete, por unë shikoj, pra një grua 25-50 mund të jetë shumë në formë se sa një 35, se në qoftë se stërvitesh, pra unë ja dedikoj stërvitjes të, prandaj nuk jam për këtë mbi 30 apo mbi... Kur fillon Landa merr atë kthesën e fuqishme trupi një femre, në cilën moshë? Flasë për një grua që nuk po dedikohet në palestër. Mbi të 20-ave. Mbi të 20-ave. Fillon kështu vitat një rënje kështu pikat që... Si fillon, si e ndjen një grua? Atëherë fillon me varjen e lëkurës, të duket sikur ke celulit, po faktikisht është vetëm lëshimi i lëkurës, që varet nuk e ka të tonusin, fillon rënja e muskulit, nuk je më aq e tonifikuar, sa të shkeqën më e re, fillon nuk mban më ngarkes në stërvitje, fillon bie metabolizmi, ti do kesh më të vështirë për ta ruajtur peshën, sepse nuk djek më trupi, pra është më i ngadalt. Nëse kur kemi qenë të reja, kemi ngrënë mirë, tani duhet kujdesim edhe për mënyrën se si ushqemi. Pra, këto ecin paralel njëra me tjetrën dhe besoj që duhet jemi vërtet kujdesshme, sepse dhe ngarkesën që neve marrim tashmë me aktivitet fizik ose sportiv nuk mund ta marrim se që kemi qenë të reja. Pra, duhet kemi një metodë stërvitje dhe duhet jemi shumë inteligent për mënyrën se si ushqemi. Po, kjo është e drejtë, pra që duhet të heqim disa gjëra që nuk na bëjnë mirë, apo të nëse ka një ekuilibër dhe nëse gjendet ky ekuilibër, aq më mirë. Pastaj nëse e kemi tepruar me diçka, duhet të ecim që të krijojmë atë të mesmen e hartë ekuilibrin. Gjithsesi, dashuria për trupin duhet jetë në çdo fazë. Është një lloj rindërtimi i një marrëdhënie të re që ne krijojmë për së dyti me trupin ton. Kemi qenë të reja, kemi qenë më tonifikuara, por në këtë moshë fillon një perceptim tjetër. A është e vështirë ta rindërtosh edhe një dashurim për trupin në këtë moshë? Unë bëhet mirë që ma kujtua, sepse më erdhi në mend diçka tjetër. Unë vazhdimisht përveç palestrave, që u bë shumë vite që merrem me këtë punë, fillova vitet e fundit, sidomos nga pandemia. E këtë gjithmonë kam trajtuar se si mund të stërvitesh pa shkuar në palestër, sepse si shtat ju, koha ka evoluar. Do më thonë njerëzit nuk janë komfort, nxitojnë më tepër, kanë probleme më tepër, familja, fëmia, jeta sociale e tjerë, mbase nuk kanë mundësi ekonomike apo kohore që të ndjekin palestrat. Atëherë çfarë duhet bëhet? Aty ku jeni, ja këtu ku jam në zyrë, mendoni. Tani ka edhe mjete komforte elastike. Ka ato rrathët për muskujt e brendshëm. Unë vazhdim, ka ato girat që i themi ne peshat. Mund t'i mbash në sirtar. Tani peshat edhe mund mos duhen më se elastiku duke punuar në çdo drejtim, qoftë mbrapa për krahas të brendshme, qoftë anësore, qoftë për dhimbjet e shpinës, qoftë duke punuar. Unë këto programe i kam dhënë vazhdimisht për televizione turke dhe shqiptare. Si të stërvitemi në ambiente ku jetojmë e punojmë. Këto i kam dhënë edhe në turqisht edhe në shqip. Por mund të gjenden nga specialistë huaj. Nëse duan, sigurisht edhe me emrin ti mund të kapin, se i kam këto nga 5 minuta një program. Se si të kurojmë gjunjët, ku jemi ulur në divan në shtëpi, duke parë televizorin, se si në të njëjtën kohë të kurojmë gjunjët, apo të forcojmë kofshët, apo të forcojmë vithet, të gjitha mund t'i bëni në divanin, ku jeni, mund t'i bëni në zyrën e punës, ju këtu në... Është vullneti. Ti dëshiron që ti bësh të ushtë, me zi gjithmonë gjendet kohë, apo jo? E dashur, dëgjoj, vullneti sigurisht që është problem, po ka një gjë.
kur të vjen veza në derë, Po duhet patjetër po. Atëherë thotë që tash unë palesër nuk shkoj do thotë. S'kam lek, s'kam kohë, kam fëmijë dhe tjera. Kam dimje mesi, kam dimje gjunjësh që kështu. Një njeri që do zbukurohet, do ta gjej se s'bën. Është edhe çështje mendësie, se edhe në shtëpi thotë varet se çfarë perceptimi ka pjesa tjetër. Bashkëshorti për shembull. Ku e dim ne se si ka e merr apo jo përsi për këtë. Më fal, bashkëshorti është në punë ajo duke zirë tenxheria, ty shtrihet në divan, fillon punon vitet. 3 minuta, 2 minuta, shkon trazon gjellën. 3 minuta një ushtrim tjetër, më shumë se 3 minuta. Kjo është shumë e vërtet që është edhe çështje nevoje, sepse unë shikoj që dhe frekuentimi, domethënë dhe personat më sistematik për kryen aktiviteteve fizike janë të moshës mbi 40, sepse shikojnë që trupi po ndryshon dhe duhet ta mbajmë trupin, duhet ta mbajmë për të qenë mirë. Kupton nga të gjitha aspektet fizike, emocionale, problemet e menopauzës, lëshimit të trupit, densitetit kockave. Pra, kur vjen një moment, është shumë e vërtetë ajo që tha Linda që ne duhet ta mbajmë trupin, dhimbjet e mesit, dhimbjet e gjuhëve, ta gjejmë mënyrën dhe metodat për ta bërë funksionale dhe për ta larguar. Pra, në çdo moshë, në çdo moment të rënjes, varjes, mund të rindërtojmë përsëri trupin që duhet. Nuk është një program, më fal, gjithmonë kjo pyetje bëhet nëpër panele dhe është shumë e drejtë sepse njerëzit kanë të drejtë pyesin. Jo, se kush jam ndjek thotë, a kam unë kohë, jam domethënë tani në këtë moshë mund ta nis unë të filloj të bëj aktivitet fizik. Më fal, të erdhi veza, sepse jo më fal, gjithmonë të kjo është kur vjen paniku që bobo u vara, bobo burri më prek se vjen aty thonë, shiko si jam varur, më vjen zor kur më prek. Atëherë bëj o do vish palestër, o do gjesh opsion tjetër, do futesh në thik, që për mua ajo thika është e fundi fare. Përse nuk e provon me 3 minuta. Njeriu duke provuar dhe duke parë suksesin dhe rezultatin, do të shtyhet vetë për këtë. Dhe kjo nuk ka moshë. Sipas moshës, aq fuqike, do ta bësh 3 sekonda, do ta bësh 5 minuta, një herë e bën çerekore. Nuk mund të justifikohesh që nuk ka kohë, sepse po ta përshkosh lëvizjen apo këtë formimin e trupit, ta përçosh në jetën tënde, mos jetë një program i veçantë, që unë do marr çantën, do shkojmë palestër, do një rruga, një orë parkimi, një orë stërvitja, do shkon 3 orë. Brenda përçoheni në jetën tuaj. Unë këtu po flas me ju, mund të rri dhe kështu. Ja, edhe kështu shtrëmbër. Mund të rri dhe kështu. Dhe në momentin që u rri kështu, filloj shtrëngoj barkun, shtrëngoj shpinën, punoj në tastier, punoj me veten tënde. Po patjetër mbante shpinën. Edhe kur shkon bën pazar, ecën me hapa pak më të shpejt, mban peshat, qëndrimi, i hedh hapat pak më të mëdhenj, kontrakton vite, domethënë ti gjen metodat dhe mënyrat për të stërvitur. Mosha biologjike, do thuash që po jo më dhëmbin kockat, po jo s'mundem, po çapo flasim. Mosha biologjike është mosha biologjike, por ne sa të mundemi ta parandalojmë rënien e tonusit muskulor, ta ngadalsojmë, domethënë me anë të aktivitetit fizik dhe lëvizjes. Kjo është e gjitha. Të bëj një pyetje. Prapë është brenda kësaj teme. Mendoni se sa është një potencial i madh gransh dhe meshkujsh që merren me palestra dhe gjë shumë e bukur i përgëzojmë. Çfarë ndodh? Unë i xhiroj shpesh edhe i shikoj sa po lëm palestrën me një ton kështu me një tempo të fortë, vlerësitet, punon programin profesional që i ka dhënë trajneri, merr çantën, shkon në shtëpi, fillon kurruse, se do punojnë kompjuter, shkon. Pra, nëse gjatë ditës janë e pakta 10 orë në këmbë që jeni në një tjetër aktivitet, ju nuk dini të mbani trupin domethënë drejt, shtrëngoni muskujt, mos lëshoheni, pra mos të leni në dorën e gravitetit, atëherë çfarë ndodh e gjithë stërvitja që bët. Nuk ka efekt, ose do të ulet ajo, do me thënë, efekti, rezultati. Keni vënë re një disbalans që të dyja për shkakun që, okej, deri tek standardi jashtëm i bukurisë, i kemi vënë re gratë që kurohen që tek fytyra, tek flokët, vishen, thojnë, pedikyrit, gjitha, po ende ka mangësi tek pjesa e të qenit të shëndetshme edhe së brendshmi? Sepse në mashkullet jemi akoma në atë fazën e fasadave të gjithë. Gjithmonë jam ora minutat, sepse është tema tjetër kjo. Është tema që e shqetëson sot komunitetin grua. Ju e kuptoni që çdo femër do të jetë e suksesshme në karrierë, në marrëdhëniet familjare, pa në partner, që mund të jetë burri, dashuri, shoku e tjerë. Problemi më i madh është se mbasi mbaron të gjithë këtë komforin e jashtëm të trupit, fytyrës, të gjitha, do të jesh në kontakt trupi, lëkure, marrëdhëniesh me një person. Ai person nuk mund të eksitohet nga thonjtë e gjatë, nuk mund të eksitohet nga trupi, kryesorja është të prekurit. Këtë e thënë dhe specialistët. Në qoftë se prekja është, pra, është një trup është cilësor, është në formë, sigurisht një 50 vjeçares mund të jetë si 30, por nuk mund të jetë fare varur që të rrit bëj flokët e bëj thonjtë, dhe pastaj thotë që bobo thotë më vjen turp të futem në
në marrëdhënie me dikë, sepse më vjen zor se më varet para dhe më varet mbrapa. Atëherë, këto kostot, nëse e keni të kufizuar koston, këto kostot është mirë që ti shfrytëzoni për shëndetin e trupit, për formën e trupit. Sa ajo krijon një marrëdhënie shumë më të shëndosh. A ndjen dhe sensuale pas të 50-ave gratë? Ndjen ende të dëshiruara apo shoqëria vetë mentaliteti, vetë mosha i fshin kjo nga dera e dëshirave? Unë besoj që i vlerësoj më shumë veten. Si më bën që të kthejnë kokën. Po tamam, tash më fal, një grua 50 vjeçë shumë e re. Unë shikoj është rritur si mirë pas të 50-ave. Shiko. E duan më shumë Niki veten. Janë më të merren më sigurt, shumë aktivitet fizik, kurohen më mirë. E kupton edhe ti e vlerëson. E vlerëson moshën, ti je e kuruar dhe patjetër që rritet edhe vetbesimi. Domethënë unë mendoj që femrat plus të 50-ave plus të 40-ave janë më mirë, janë shumë më mirë dhe më të investojnë. Po. Po se i krahasojmë me gratë e vendeve të tjera, meqense keni prekur disa vende dhe e dini pak a shumë mentalitetin e grave të kësaj moshe. Unë kam punuar, ju e dini, domethënë 30 vjet Turqi nuk janë pak, sidomos të jetosh dhe punosh me elitën. Përveç saj, si trajnere imazhit, atje unë gjithmonë kam punu dhe je detyruar punosh me elitën se ata kërkojnë këtë gjë, edhe një periudhë kohë në Itali kur atë tërmenti që mora djalin dhe punova dhe në Itali, në Milano. Ajo që është në imazhin e jashtëm të komunitetit ton, apo vende si Yni, me këto vende, kjo ndryshon. Jashtë janë më të thjeshtë. Për shembull, në Turqi, të shkosh me makjazh, make-up në palestra, në klube sportive, është jashtë asaj, domethënë të përditshmes. Nuk e quajnë si vlerë, përkundrazi, sepse dihet që sporti apo djersa ndikon. Ose kur shkon mbahen, janë të mbajtura, por jo të... Nuk e te kalojnë. Nuk e te kalojnë. Domethënë, tualeti është për vendet ku bëhet tualet, ndërsa palestra është për të ushtruar. Pra vlerësojmë vendin. Edhe këtu te neve, më vjen shumë mirë, shumë rrallë. Janë femrat që vinë me tualet shumë rrallë, po të flasë 95% vinë për të ushtruar dhe më vjen shumë mirë. Qoftë edhe kur ecin, më përpara vishnin taka, minifunde, tani shikon njerëzit më të thjeshtë në rrugë, me atlete, domethënë një pjesë është që edhe rinia ka ndryshuar, domethënë vishen goxha hishëm. Mbaj mend fillimet si dilnin në rrugë me taka. Tani shumë rrallë vishen taka, madje shqyr që kanë dalë dhe kostumet me atlete. Po them që për palestra ka ndryshuar, kjo sigurisht sepse janë më koshient këtë, por akoma në jetën ditore tek neve, zakonisht, sigurisht që ka ndryshuar, sepse 20 vjet para, kur vija unë këtu 10 vjet para, më shikoja buzët me kalem në për rrugë e këto, tani është rradhuar, por gjithsesi nuk është kultura e vendeve të zhvilluara, që të rinë vetëm me pantallona apo me bot, me kambiale, thjesht. Me gjithë ato femrat më të bukura ne i kemi. Ne i kemi, patjetër. Më të hishme, më të bukura edhe tani po. Pra, bukuria me të mbajtur. Edhe jo, më vjen shumë mirë që në rrugë, unë më përpara, kur dilja në rrugë, shikoja një veshje skandaloze. Unë nuk eci dot me taka, por mua kur vesh taka është problem. I shikoj që njerëzit ecin mirë, veshin atlete, domethënë janë komod, fundjavat e tyre i ke me tuta, i ke sport. Po, e vërtet. Po edhe postura është më mirë apo jo Linda, kur jemi me të sheshta. Në base në ambientet e sportit, ka të drejtë Zysha, por unë them akoma nuk jemi në të njëjtin nivel. Për shumë të dalë një bulevard, vazhdimisht është një bulevard 11 km Bagdatit, që thonë në Turqi, ke vetëm me qenë ose edhe këtu ka, por janë vetëm sport. Me pambuk, me sport, me gjëra thjeshta, me flokët bisht, as makjazh asgjë. Këtu i gjenë të përzira. Pra, është edhe kjo kategori që kanë esur, pra, për veshjen ditore, pra, sipas kritereve, veshja në protokoll, në...